Në lindje të kontinentit afrikan, aty ku toka duket sikur merr frymë në diellin e fortë dhe horizonti shtrihet pafund, shtrihet një botë që për shumë kënd është sinonim i egërsisë së paprekur. Kjo është Kenya, vend kontrastesh të forta ku jeta lulezon në mënyrat më të ashpra dhe më të bukura njëkohësisht. Afrika nuk është vetëm se një vend në hartë, është ritëm, mbijetesë, cikël i pandërprerë. Në savanat e gjëra, në lumenjt e turbullt dhe në qiellin që mbushet me krah shpendësh, çdo qenie është pjesë e një sistemi të madh që ka funksionuar me miliona vite. Në territore si Masai Mara National Reserve, cikli i jetës zhvillohet në formën më të pastër. Tufa gjitharësh lëvizin në distanca të mëdha. Grabiçarët ndjekin me durim dhe çdo moment është një balans mes jetës dhe vdekjes. Nuk ka dramë artificiale, vetëm realitet biologjik. Këtu biodiversiteti është një orkestër e madhe, gjitarë që formojnë strukturën e ekosistemit, shpend që kontrollojnë hapësirat ajrore, zvarranik që mbajnë ekuilibrin në nivelet më të heshtura, por po aq të rëndësishme. Çdo specie ka vendin e saj, çdo rol ka një pasojë. Uji është forca që përcakton gjithçka. Lumenjt dhe pellgjet janë magnet për jetën, pika ku përplasen nevoja dhe rreziku. Në brigjet e rrjedhave të mëdha, si lumi Nil, krijohet një mikrokozmos ku tensioni është i përhershëm, grabiçar të fshehur nën sipërfaqe dhe pre që afrohen për një gëllëng uji. Në këto vende mbijetesa është matematik e saktë, gabimet paguhen menjëherë. Por Afrika nuk është vetëm natyrë, është edhe njerëz. Në zona të ashpra
larg infrastrukturës moderne, komunitetet e tjera jetojnë në kushte që sfidojnë çdo standard komoditeti. Toka e thatë, burimet e kufizuara dhe pasiguria ekonomike janë realitet i përditshëm. Megjithatë, këtu shet diçka që nuk matet me statistika, përshtatje. Njerëzit ndërtojnë jetë me pak mjete, ruajnë tradita dhe zhvillojnë një marrëdhënie të drejtë për drejtë me natyrën përreth. Aty ku mungon bollëku material, shpesh ekziston një lidhje më e fortë me ambientin. Njeriu dhe fauna ndajnë të njëjtën hapësirë, jo gjithmonë në harmoni, por gjithmonë në ndërvarësi. Mbi këtë peizazh ngrihen simbole gjeografike që kanë formsuar klimën dhe jetën përreth. Ndërkohë në rajone më të gjëra të ekosistemit savanor që shtrihen drejt Serengeti National Park, migrimet sezonale tregojnë një nga fenomenet më të mëdha biologjike në planet. Lëvizje masive që formsojnë tokën dhe ushqejnë zinxhirët ushqimor. Ky nuk është spektakël turistik, është mekanizëm ekologjik. Zvaranikët shpesh kalojnë pa u vënë re në këtë dramë të madhe, por roli i tyre është kritik. Ata janë rregullator të popullatave më të vogla, indikator të shëndetit të habitatit dhe dëshmi e evolimit të lashtë që vazhdon të funksionojë sot. Ndërsa shpendet nga grabiçarët ajror deri tek pastruesit ekologjik mbajnë sistemin në lëvizje, duke kontrolluar dëmtuesit, duke pastruar mbetjet biologjike dhe duke shpërndar jetë nëpërmjet farave dhe lëvizjeve të tyre.
Pra ky është pajt Kingfisher, bardhëzi. Mrekulli e Zotit. Bukurosh sa dush. Asgjë nuk është e tepërt, asgjë nuk është e rastësishme, por ky ekuilibër i brisht, ndryshimet klimatike, presioni njerëzor mbi habitatet dhe konkurrenca për burime po e shtyn sistemin drejt kufive të rinj. Afrika që shohim sot është njëkohësisht e përjetshme dhe në transformim. Dokumentimi i saj nuk është vetëm estetik, është arkivim i një realiteti që evolon. Në fund, ajo që mbetet nuk është vetëm se imazhi kafshëve apo peisazheve, është kuptimi se jeta në formën e saj më të zhveshur funksionon mbi të njëjtat parime kudo: adaptim, luftë, bashkëjetesë dhe vazhdimsi. Afrika të kujton diçka thelbësore, se njerëzimi dhe natyra nuk janë dy botë të ndara, janë pjesë e të njëjtit sistem me të njëjtat ligje themelore. Dhe këtu, në këtë tokë të ashpër dhe madhështore, ky fakt shihet më qartë se kudo tjetër.